jam shumë emocionuar, jam shumë e indinjuar, jam shumë keq për këtë situatë që ndodhet Shqipëria. Ti mendoj se s'do vija unë të pyesja. Përshëndetje. Qa po bëje nga larg? Minimalja 7 deputet. Jam shumë e lumtur, kam qenë demokrate, e antarësuar në Partinë Demokratike, besoja dhe gënjeshtrat, sepse doja shumë një demokraci, por fatkeqësisht u shgënjeva, jo një herë për disa herë. Duke të ndjekur në parlament, kam parë që ishe një njeri shumë i drejtë, një njeri me vizion, një njeri që parlamentarët qeshnin kur ti flisje, dhe unë isha shumë e nervozuar, sepse ato nuk janë qytetarë, ato janë hajdut, ato janë kriminel, ato janë të poshtër, ato në kanë pirë gjakun dhe vazhdojt në e pinë gjakun. Jam shumë emocionuar, jam shumë e indinjuar, jam shumë keq për këtë situatë që ndodhet Shqipëria. Uroj me gjithë shpirt që jo 7 deputet, po 72 deputet në 4 vjeçarin tjetër ti marrë sepse e meriton Agron Shehaj. E meriton sepse i njëri me vizion, i njëri i drejt, Shqipëria ka nevojë për ty. Dhe e them me bindje të plot, ne jemi këtu sot, por mbas kujintave, më beso, ka me vjetra dhe me qindra që të duan. Por kanë frikë të jenë këtu, sepse jetojmë në një diktaturë moderne dhe të shëmtuar dhe shpresojmë t'ja dalim. Faleminderit Agron.